kjo ankesa që ishte Arjeta ishte bëj fjala për në lagjen Bregu i Diellit, e thoshte që tash e 3 ditë ndalet në ora 8 dhe nuk vjen gati 5 orë. Pra duhet me njoftu sepse nuk ka të bëj me reduktimet që janë të konfirmuara nga ujësjellësi. Po, unë këtë rast të gjambazët të kjo pjesë, me njëherë do e paraqes në drejtorin teknike dhe nëse ka ndonjë problematik, ne me njëherë dërgojmë ekipin atje që të shohin se ku qëndron problemi, sepse shpesha reduktimet nuk vinë nga ana jonë, vinë nga investitor, vinë nga kompani private, cilët për arsye të tyre apo personale që kanë për të punuar diçka ndërprejmë furnizimin me ujë pishëm. Po, edhe ishte tek rruga Isa Kastrati, Arjeta, nëse mund është da të lutem me pra ishte bëj fjalë për orës 12 të mesditës deri në ora 18 në mbrëmje. Ashtu ishte pra intervali kohor që nuk ishte ujë. Kështu që këto ishin pra ku saktësisht bëj fjalë. Po, vetëm se qytetarët mund të ndjekin. Isa Kastrati dhe Sokol Sopi. Këto ishin rrugë. Pa tjetër që letë i përcjellin faqen tonë, sepse ne në orën 9 mëngjes çdo e ripostojmë rastet aty ku do të intervenohet. Shpeshherë e ndërprejmë furnizimin me ujë, por ka edhe raste që intervenojnë pa ndërprerë furnizimin me ujë. Kështu që le të përcjellin raste çdo mëngjes ne i postojmë se në cilat zona do të intervenohet nga ujësjellësi. Po, Arjeta, të falenderoj shumë edhe për këtë lidhje direkte, por edhe për këtë pjesën e qasjes që je vazhdimisht të gatshme për emisionin Adresa e Ankesave. Është punë e imja dhe nëse një zëdhënës nuk është i qasshëm, atëherë s'di pse e mban atë punë. Edhe ne pajtohem me ty, po kemi të tillë në institucionin mjaftëshëm. Kemi shumë të tillë.